Dhe me thonë të plot mund t'ja japim 2 ose 3 vezë fëmijëve, të bardhë dhe të kuqen. Prej peshës e prej moshës deri në 3 munet, po. Prej 1 vjet normal, fillon prej mujt në 8-9 me testu, ka pak. Tani prej 1 vjet mundet me marrë 1 vezë, mandej për shkak kur i bën 2 vjet të shlirë mundet me marrë 2, tani varet edhe prej peshës deri në 3 vezë mundet me marrë pa problem. Normal, nëse veç është fëmia më i vogël don me marrë 3, bën me zimja ik pjesën e të kuqes. Pse heket e të kuqes, sepse edhe për ata që ushtrojnë, përdorin për shembull trajnerja më ka rekomandu 6 vezë të zjera, por vetëm të bardhën e vezës, vetëm njënën me ëngër komplet. Për shkak që mundet me ndiku te kolesteroli, dhe në të rritjen e kolesterolit, sepse përmban sasi pak më të lartë, po te fëmijët është e mirë të ardhën, se nuk ka çrregullim fëmia, për shembull metabolizmin. Është tropiri, edhe normal që të rriturit nëse fqihan 6-7 vezë patjetër që duhet me ekat sasinë, sepse proteinat janë më shumë tek pjesa e bardhë e vezës, dhe për këtë arsye trajnerët e fitnessit preferojnë me marrë dhe na si nutricionist për me arrit sasinë e proteina në mënyrë natyrale, është fjala, preferojnë me marrë sasi më të madhe, po evitojmë pak këtë pjesën e të kuqit të vezës. Po për shembull 3 vezë ditë, 1 me shtu në supë, 2 tjera për shembull me fërgu ose me zi, nuk ka shumë rëndësi mënyra përgatitjes, vetëm që kur fërgohen për shembull mos mi bo me vaj thjesht, mos mi lon mu djeg shumë që mi hup ato vlerat edhe me marrë toksina prej vajit djeg, po edhe për të rritun, po kryesisht për fëmijë, sidomos ata fëmijë që nuk e përdorin mishin, është mirë me kompenzu me vezën që ato vlera ushqyese që veç i duhet për mu rritë edhe për mu zhvillu. Interesante se informacion. Sinqerisht, nuk e kam ditë që deri në 3 mund t'ju lejohet fëmijëve. Varet prej peshës, gjatësisë, kuptohet, prej moshës, po është e mirë të ardhën. Sidomos fëmijët shkollor, është e mirë të ardhën me ngjesi me nis me 1 deri në 2 vezë, edhe normal drejt nëse veç nuk kanë fëmija ushqimet që përmbajnë proteina, nëse nuk kanë mishin, atër më mirë 1 vezë, sa një hamburger ose një ushqim fast food që i bën tonë. A mund t'ja japim ta zëm shujten me vete në shkollë fëmijëve që është e përfshirë edhe veza, a kontaminohet shpejt nëse rrinë? Këtë periudhë është koha alo pak ma e ftoftë, po, nëse mbështjellë mirë, edhe para se me dale përgatitim si rrinë me ma gjatë, po nuk kishtë qenë e mirë të ardhën nëse temperaturat janë të larta, për arsye se veza din mu kontaminu shumë. A se zjera? Edhe këtu pas parasysh për shembull që ka liron erë, nështë ta fëmijët njihen keq. Unë e këmë thonë sa herë që fëmijët të na ka nevojë për cilësi, jo për sasi, për arsye se vaktin kryesor e hajnë shpe, edhe kështu që rëndësishmë është mi jep diçka që përmbajnë yndyrna të shëndetshme për me rrit për qëndrimin, mi jep ushqime frukta ose perime që përmbajnë antioksidantë.